E kena Kekun. Keku çka është? Është korporata energjetike e Kosovës. Keku është prodhuesi. Do të thonë Keku i ka 2 termocentrale. Kena një Kosovën A edhe Kosovën B. Kosova A i ka 5 bloqe që prodhon energji. 3 janë funksion, 2 janë. Kosova B e ka 2 bloqe, B1 edhe B2. Pra, shumica, afër 90% e energjisë që prodhohet në Kosovë, bëhet prej këtyre 2 termocentraleve të stërvjetrume. Që këta në parim ish dashur moti me hec ka shtëpia, po nuk kena metoda tjera që me gjeneru energji. Pra, Keku çka ka? Prodhuesi. Tash vjen kosti. Kosti është operatori i sistemit transmisionit. Domethënë, çka bën ky? Ky qytet energjinë po thojmë kështu tamam e shpërndan për qytete. Ato ai keni po ato linjat e mëdha? Tensionit nolçi. Çato janë të kostit. Kosti i menaxhon linjat e tensionit. 110 kV, 220 edhe 400 kV. Që mi prek ato asnjë qelizme tjetër. Nuk tjetë, jo, pa diskutim nuk tjetë. Mandej kena Kecin. Keci është operatori i sistemës shpërndarjes. Pra Keci çka ka detyrë me na pru që po thonë ana buk falësh rrymën në shtëpi, energjinë elektrike në shtëpi. Është sa që na bën delivery. Çfarë na bën neve në shtëpi. Domethënë që detyrë ka Keci. Po çka është një problem që na gjithë krejtë thonë na, domethënë, po shkoj ta paguaj Kecin. Ai përdorim çfarë si shprehje. Në parim na nuk e paguajmë Kecin, po e paguajmë Keskon. Se furnitori i energjisë elektrike në Kosovë është Kesko. Pra Kesko çfarë detyre paska? Faturimin e energjisë. Faturat e energjisë elektrike ndalë shkruan Kesko. Domethënë ajo është faturimi. Tash çfarë niveli të tensionit punon Keci? Keci ka 0.4 kV ose tensionin e ulët që njihet, që jena kryesisht shtëpiat, bizneset, po thonë ajo shumë të mëdha. Jena krejt kyçuna në 0.4 kV ose në 400 V. Mandej kena linjat e tensionit 10-20 edhe kena 35 kV. Çito linja i menaxhon Keci. Tash e kena edhe një institucion tjetër që është zyra rregullatorit të energjisë. E zyra rregullatorit të energjisë merret me krejt çka bëhen ligje, rregullativa, gjithçka që ka të bëjë me energjinë elektrike. Dhe jo vetëm merret zyra rregullatorit të energjisë. Tash ka është e jona. Keku po. Kosti po. Keci është i privatizuar. Kesko po ashtu, ndërsa zyra rregullatorit të energjisë normal po dihet që është